Për çështjen e parë, siç kam thënë atëherë them edhe tani, për marrëveshje të mirë LDK-ja me vullnetin e kuvendit të LDK-s duhet i ketë gjitha votat. Unë s'mund të përcaktoj fatjen individual të njerëzve që janë deputet kuvendit të Kosovës dhe dëshirojnë të veprojnë jashtë LDK-s. Por për aq sa janë LDK, duhet dhe do të respektojnë këtë vendim të kuvendit të LDK-s, përndryshe s'ka kuptim as demokracia as organizimi partijak. Por ne ende s'kemi marrëveshje. Prandaj unë s'mund të kërkoj votë mbështetje prej deputetëve të LDK-s pa pas një marrëveshje. Për marrëveshje jo të mirë, se kanë as votën time. Për marrëveshje të mirë, besoj se do të mungoj një votë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ajo që është e qartë është që kuvendi i LDK-s i kërkon deputetëve që të respektohet ky vullnet i shprehur nëpërmjet kryetarit të partisë për stabilitetin institucional. Kaq mund të bëjë një parti politike. Për çështje të tjera, unë besoj që çdo kush që është përfshirë me bindje të drejta për procesin e shkarkimit, mund ta kuptoj. Por për asaj që kam parë publikisht, dhe përgjimeve të publike, nëse mekanizmat shtetëror janë përdorur për të rrazuar Lidhjen Demokratike të Kosovës, atë për këtë përgjegjësi dhe përgjegjësi të madhe për drejtim. Mendoj që kanë gabuar gjithë ata që janë përfshirë këtë drejtim. Nëse zoti Rama është përfshirë këtë drejtim, ka gabuar rënd. Dhe ata si edhe nuk